Ka nisur zhvendosja e autobusëve interurban, por edhe të linjave ndërkombëtare në aksin që lidh Transballkaniken me autostradën e Vlorës. Aksionin për zbatimin e këtij urdhri e ka ndjekur nga afër kryebashkiakja e Vlorës Brunilda Mersini, e cila ekskluzivisht për Blu Televizion tregon se vendimi i Këshillit Bashkiak që ka nisur të zbatohet ka për qëllim të japë frymarrje qarkullimit rrugor në qytet, pasi autobusët pengojnë trafikun. Administratorët e këtyre mjeteve duhet ta zbatojnë këtë vendim në të mirë të qytetit. Mersini thotë se fillimisht në këtë aks janë zhvendosur autobusët e linjave ndërkombëtare dhe më pas ata të linjave interurbane. Sipas Mersinit, ky është një vendqëndrim provizor pasi gjithë segmenti do të pajiset me të gjithë sinjalistikën e nevojshme për sigurinë e pasagjerëve. Është një vendim i Këshillit Bashkiak me propozim të Policisë Rendit, Akademisë së Policisë dhe patjetër Zyrës Urbanistikës dhe Infrastrukturës së Bashkisë së Vlorës në mënyrë që të fillojë normalizimin e trafikut dhe mobilitetit urban në qytet, dhe ky vendim i Këshillit Bashkiak që ne i gjejmë rastin dhe për ta përshëndetur, sepse do të sjellë normalizim të situatës së trafikut në ver, ka filluar dhe gjen zbatimin ditën e sotme me lëvizjen e autobusave të linjës ndërkombëtare. Pra ne kemi filluar të stacionojmë të parët linjën ndërkombëtare dhe hapasapi, ashtu si edhe unë, edhe ju si qytetarë të Vlorës e keni kuptuar që në mezin e Transballkanikës ka autobusa të linjës ndërkombëtare. Pra në një rrugë e cila ka një trafik të ngarkuar, po ashtu ka dhe hapësira ku kalojnë qytetarët në këmbë, ne kemi autobusat e linjave ndërkombëtare dhe duke rritur riskun për aksidente. Dhe kemi qenë dëshmimtar të kronikave ku shumë qytetarë kanë pasur aksidente dhe fatale në atë rrugë transballkanike. Kjo rrugë nuk ka interceptime këmbësorësh, pra është një rrugë ku nuk ka interceptime këmbësorësh, ka një trotuar të gjerë dhe është rruga më e gjerë e qytetit dhe me 2 korsi. Dhe ne kemi marrë masa në zbatim të kodit rrugor nëpërmjet gjithë trafik ndarse që do të krijohen, që autobusit të ketë hapësirën e vet të parkimit. Pra, ne synojmë të rrisim sigurinë e këmbësorëve dhe e dyta të ulim trafikun në zonën e Transballkanikës. Në linjat interurbane, për të cilët edhe qytetarët kanë pasur ankesa ata të cilët operojnë këtë fushë, me pretendimin që nëse ne do të largohemi, do të ketë ilegalitet të njerëzve që operojnë pa licenca në këtë sektor. Por patjetër ka institucione, edhe alerti tyre mund të ketë vend, sepse mund të ketë ndodhur situata ku disa persona punojnë pa licencë dhe ne do të rrisim vendin maksimale. Unë u siguroj që në gjithë zonat ku ne do të themi nuk do të ketë më trafik dhe pa diskutim edhe stacione të improvizuara nuk do të ekzistojnë më. Do të jetë në vëmendjen dhe në vëzhgimin e Policisë Bashkiake edhe të Kryetares së Bashkisë. Për të gjitha ankesat e qytetarëve të cilët thonë se nuk kanë me çfarë vinë në këtë segment, Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini sqaron se ky vendim është shoqëruar edhe me vendosjen e transportit urban brenda qytetit, i cili do të nisë të funksionojë edhe në këtë zonë pas vendosjes së autobusëve. Mua më vjen keq që akoma nuk e kanë kuptuar që nuk ka se si të bëhesh kjo lëvizje pa u shoqëruar me transportin publik. Pra, këtu do të ketë transport publik në zonën e Transballkanikës dhe duke kaluar nga rruga e re dhe deri këtu te karburanti Kastrat do të ketë këtu do të jetë trafiku që do të ulet trafiku dhe ne këtu mendojmë që do të jetë stacioni i autobusit publik. Pra të gjithë qytetarët që do të udhëtojnë drejt vendeve ku ata dëshirojnë ndërkombëtare apo interurbane, do të kenë stacione publike nga çdo vend i Vlorës që të vinë këtu. Në aksin që lidh Transballkaniken me autostradën janë kryer vizimet e segmentit rrugor si dhe janë vendosur tabelat që informojnë se kemi të bëjmë me një stacion autobusësh.